Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu na falënderojmë, atë e madhrojmë, për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet e dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në Ramazan zakonisht ballafaqohemi mes një situate shumë të pakëndshme, shumë irrituese. Muslimani shumica dërmuese agjeron, një pjesë e vogël ateiste, jo fetare, munafike, një pjesë e cila do thot është zhyt në mëkatet e veta dhe gabimet e veta, nuk e respekton agjerimin agjeruese në një kohë kur jo shqiptarët, të krishterët, jo muslimanët, slavët në vendet tona kur e shohin dikën që është agjeruese, nuk han dhe nuk pin para tij. Kurse ai tjetri shqipfolësi, që ndoshta edhe origjinë ka musliman, për shkak të ateizmit, kufrit, urrëties dhe besimit dhe besimtarëve, nuk tregon respekt ndaj agjeruesve. Dhe padyshim kjo tregon një situatë të mjerueshme të atyre njerëzve. Se fundi fundit, secili njeri që e respekton dhe nderon veten e tij, e nderon dhe respekton tjetrin në ritualet, besimet dhe botkuptimet e tij. Dhe ky Ramazan mes tjerave kërkohet respekti duke uru muslimanëve agjerimin dhe tjera duke respektue, do thot kur musliman nuk han Ramazan edhe ai mos han para tyre. Shtëpinë e vet le të bën çka don. Fundi fundit ai vet ka më dhon llogari para, ama jo ta merr cigaren dhe se provokon atë musliman që agjeron dhe të pin cigare. Jo të pin ujë sepse e provokon atë musliman që agjeron dhe është ka etje për ujin këtë ditë të nxehtë të Ramazanit. Andaj padyshim tregon një nivel të ulët kulturës dhe respektit, po fundi fundit ai me këtë ja bën damin vetes, nuk ja bën besimtarit, se kjo sfidë dhe ky provokim që e bën ai ja shton shpërblimin besimtarit. Por gjithsesi besimtarët do të vazhdojnë me këtë adhurime, bile shtohet numri atyre që agjerojnë Ramazanin dhe edhe pse ka kësi lloj provokime, por secili që provokon veten e provokon dhe secili që respekton veten respekton. Andaj të mundohemi që nëse nuk kemi njerëz që dim të respektojmë urdhat e Allahut, spaku të respektojmë rrethin ku gjendemi dhe ku jetojmë dhe të jemi të kujdesshëm mos të hamë dhe mos të pijmë në publik para tjerëve. Normalisht ajo që do të kishte qenë më e mira është pendohemi të bëhemi të gjithë si shumica e besimtarëve agjerues dhe zbatues të urdhave të Allahut. Zoti ju shpëleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.